Data 7 shkurt. Zanafilla, kapitulli 40. Mbas këtyre gjërave ndodhi që kupëmbajtësi dhe bukpjekësi mbretit të Egjiptit thyen zotërinë e tyre, mbretin e Egjiptit. Dhe faraoni u zemërua me të dy oficerët e tij, krye kupëmbajtësin dhe krye bukpjekësin, dhe i futi në burg, në shtëpinë e kreut të rojeve, në po atë burg ku ishte mbyllur Jozefi. Dhe kapiteni i rojeve i lanën mbi kqyrjen e Jozefit, i cili i ndihmonte. Kështu ata qëndruan në burg për një farë kohe. Po atë natë, kupëmbajtësi dhe bukpjekësi mbretit të Egjiptit që ishin të mbyllur në burg, panë që të dy një ëndër, secili ëndrën e tij me një kuptim të veçantë. Dhe të nesërme në mëngjes, Jozefi erdhi tek ata dhe vuri re se ishin të shqetësuar. Atëherë ai i pyeti oficerët e faraonit që ishin me të në burg, në shtëpinë e zotërisë së tij dhe u tha: "Pse keni sot një fytyrë kaq të trishtuar?" Ata u përgjigjen: "Kemi parë një ëndër dhe askush nuk është në gjendje ta interpretojë." Atëherë Jozefi u tha atyre: "Interpretimet nuk i përkasin vallë Perëndis? Më tregoni ëndrat, ju lutem." Kështu kryekupëmbajtësi i tregoi Jozefit ëndrën e tij dhe i tha: "Në ëndrën time kisha përpara një hardhi, dhe në atë hardhi kishte 3 degë, të cilat sa vun lastar lulëzuan dhe dhan vile rrushi të pjekur. Tani unë kisha në dorë kupën e faraonit, mora rrushin, e shtrydha në kupën e faraonit dhe e vura kupën në dorë të faraonit." Jozefi i tha: "Ky është interpretimi i ëndrës. 3 degët janë 3 ditë. Në krye të 3 ditëve, faraoni do të bëjë të ngresh përsëri kokën lart, do të rivendos në detyrën tënde dhe ti do t'i japësh në dorë kupën faraonit siç bëje më parë kur ishe kupëmbajtësi i tij. Por më kujto mua kur ti jesh i lumtur. Të lutem trego dashamirësi ndaj meje, duke i folur për mua faraonit dhe më nxirr nga kjo shtëpi, sepse mua më sollën fshehur azi nga vendi i hebrejve dhe këtu s'kam bërë gjë për të futur në burg të nëndheshëm." Kryebukpjeksi, duke parë si interpretimi ishte i mirë, i tha Jozefit: "Edhe unë në ëndrën time kisha 3 shporta me bukë të bardhë mbi krye, dhe në shportën më të lartë kishte çdo lloj gjelle të pjekura në furrë për faraonin, dhe zogjt i hanin nga shporta që kisha mbi krye." Atëherë Jozefi u përgjigj dhe tha: "Ky është interpretimi i ëndrës. 3 shportat janë 3 ditë. Në krye të 3 ditëve, faraoni do të të heqë kokën nga shpatullat, do të të varë në një pemë dhe zogjt do të hanë mishrat e trupit tënd. Tani ditën e tretë, ditën e përvjetorit të faraonit, ndodhi që ai shtroi një gosti për të gjithë shërbëtorët e tij dhe bëri që të ngrinin kokën lart si kryekupëmbajtësi dhe kryebukpjeksi në mes të shërbëtorëve të tij. Kështu e rivendosi kryekupëmbajtësi në detyrën e tij si kupëmbajtës që t'i jepte kupën në dorë faraonit, por bëri që ta varnin kryebukpjeksin sipas interpretimit që Jozefi u kishte dhënë. Por kryekupëmbajtësi nuk u kujtua për Jozefin, por e harroi. Marku, kapitulli 10. Mbasi u ngrit prej andej, Jezusi erdhi në krahinën e Judes, përtej Jordanit, dhe përsëri u mblodhen rreth tij turma. Ai përsëri filloi t'i mësoi siç e kishte zakon. Dhe farisejt erdhën dhe e pyetën për ta tunduar: "A është e ligjshme që burri ta përzër gruan?" Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: "Çfarë ju ka urdhëruar Mojsiu?" Ata thanë: "Mojsiu ka lejuar të shkruhet letra e shkurorzimit dhe ta lësh gruan." Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: "Për shkak të ngurtësisë së zemrës suaj, ai e shkroi atë urdhërim. Por në fillim të krijimit, Perëndia i bëri mashkull e femër. Për këtë arsye njeriu do ta braktisë atin e tij dhe nënën dhe do të bashkohet me gruan e tij, dhe të dy do të jenë një mish i vetëm. Kështu nuk janë më 2, por një mish i vetëm. Prandaj ato që Perëndia bashkoi, njeriu të mos e ndajë." Dhe në shtëpi dishepujt e vet e pyetën përsëri për këtë çështje. Atëherë ai u tha atyre: "Ai që lë gruan e vet dhe martohet me një tjetër shkel kurorën ndaj saj. Po ashtu nëse gruaja lë burrin e vet dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën." Atëherë i prun disa fëmijë të vegjël që ai t'i prekte ata, por dishepujt i qortonin ata që i prun. Kur Jezusi e pa këtë, i indinjuar u tha atyre: "I lini fëmijët e vegjël të vinë tek unë dhe mos i pengoni, sepse për të tillë është mbretëria e Perëndisë. Në të vërtetë po ju them se kushdo që nuk e pranon mbretërinë e Perëndisë si një fëmijë i vogël, nuk do të hyjë në të." Dhe si mori në krah, i bekoi duke vënë duart mbi ta. Tani kur po bëi gati për rrugë, i doli përpara dikush me vrap, u gjunjëzua para tij dhe e pyeti: "Mësuesi mirë, çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme?" Dhe Jezusi i tha: "Përse më quani mirë? Askush nuk është i mirë përveç një të vetmi, do me thënë Perëndis.
Ti i njeh urdhërimet, mos shkel kurorën, mos vrit, mos vidh, mos bëj dëshmi të rreme, mos mashtro, ndero atin tënd dhe nënën tënde. Dhe ai duke ju përgjigjur i tha: Mësues, të gjitha këto i kam ruajtur që nga fëmiria ime. Atëherë Jezusi e vështroi, e deshi dhe i tha: Një gjë të mungon. Shko, shit të gjitha ato që ke dhe jepu ato varfërve dhe do të kesh thesar në qiell. Dhe eja, merre kryqin tënd dhe më ndiq. Por ai u trishtua për këtë fjalë dhe u largua me keqardhje sepse kishte shumë pasuri. Atëherë Jezusi mbasi e hodhi vështrimin përreth, u tha dishepujve të vet: Sa vështirë është për ata që kanë pasuri të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë. Dishepujt u shtangën nga fjalët e tij, por Jezusi foli përsëri dhe u tha atyre: O bi, sa e vështirë është që të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë ata që mbështeten te pasuria. Është më e lehtë që një deve të hyjë në përvrimen e gjilpërës sesa të hyjë një i pasur në mbretërinë e Perëndisë. Dhe ata u habitën edhe më tepër dhe i thoshin njëri tjetrit: Atëherë kush vallë mund të shpëtohet? Por Jezusi duke i ngulur syt mbi ta u tha: Kjo për njerëzit është e pamundur, por jo për Perëndin, sepse për Perëndin gjithçka është e mundshme. Atëherë Pietri filloi të thoshte: Ja, ne lam çdo gjë dhe të ndoqëm. Jezusi duke u përgjigjur tha: Në të vërtetë po ju them, nuk ka asnjëri që të ketë lënë shtëpinë, a vëllezrit, a motrat, a atin, a nënën, a fëmijët ose arat për hirin tim dhe të ungjillit, që të mos marr tani në këtë botë 100 fish shtëpi, vëllezër, motra, nëna, fëmijë e ara, së bashku me përndjekjet dhe në botën e ardhshme jetë të përjetshme. Por shumë të parë do të jenë të fundit dhe të fundit të parët. Ata ishin në udhtim për të ngjitur në Jeruzalem dhe Jezusi u paraprinte. Dhe ata ishin të shtangur dhe e ndiqnin me druajtje. Dhe ai mblodhi përsëri të 12 dhe nisi të thotë çfarë do t'i ndodhte. Ja, ne po ngjitemi në Jeruzalem dhe Biri i Njeriut do të dorëzohet kryepriftrinjve dhe skribëve. Dhe ata do ta dënojnë me vdekje dhe do ta dorëzojnë në duar të paganëve, të cilët do ta tallin, do ta fshikullojnë, do ta pështyjnë dhe do ta vrasin, por ditën e tretë do të ringjallet. Atëherë Jakobi dhe Gjoni, bijtë e Zebedeut, ju afruan dhe i thanë: Mësues, ne duam që ti të bësh për ne atë që të kërkojmë. Dhe ai u tha atyre: Çfarë doni të bëj për ju? Ata i thanë: Na lejo që të ulemi njëri në të djathtën tënde dhe tjetri në të majtën tënde në lavdin tënde. Por Jezusi u tha atyre: Ju nuk dini çfarë kërkoni. A mund të pini ju kupën që pi unë dhe të pagzoheni me pagzimin që pagzohem unë? Ata i thanë: Mundemi. Dhe Jezusi u tha atyre: Vërtet ju do të pini kupën që unë po pi dhe do të pagzoheni me ato pagzim me të cilin pagzohem. Por nuk më takon mua ta vë dikë të ulet në të djathtën time ose në të majtën time, por është për ata për të cilët është përgatitur. Kur i dëgjuan këto, të 10 të tjerët filluan të indinjohen kundër Jakobit dhe Gjonit. Por Jezusi i thirri pranë vetes dhe u tha: Ju e dini që ata që konsiderohen sundues të kombeve i sundojnë ato dhe të mëdhenjtë e tyre ushtrojnë mbi to pushtetin e tyre. Por kjo s'duhet të ndodhë midis jush. Madje ai nga ju që do të dojë të bëhet i madh, të jetë shërbenj si juaj, dhe kushdo nga ju që do të dojë të jetë i pari, të jetë shërbëtori të gjithëve. Sepse edhe Biri i Njeriut nuk erdhi që të shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si shpërbles për shpengimin e shumë vetave. Dhe kështu arritën në Jeriko. Kur ai po dilte nga Jeriko me dishepujt e tij dhe me një turmë të madhe, biri i Timaeut, Bartimeu i verbër, ishte ulur gjatë rrugës dhe lypte. Kur dëgjoi se ai që po kalonte ishte Jezusi Nazarenas, filloi të bërtas dhe të thotë: Jezus, ti biri i Davidit, ki mëshirë për mua. Shumë e qortonin që të heshte, por ai bërtiste edhe më fort: Biri i Davidit, ki mëshirë për mua. Dhe Jezusi qëndroi dhe urdhëroi që ta therrasin. Ata e thirrën pra të verbrin duke i thënë: Merr zemër, çohu, ai po të therret. Atëherë ai hodhi tej rrobën e tij, u ngrit dhe erdhi te Jezusi. Dhe Jezusi u përgjigj dhe i tha: Çdo të bëj për ty. I verbri tha: Raboni, që të shikoj përsëri. Dhe Jezusi tha: Shko, besimi yt të shpëtoi. Ta në çast, ati u kthye të parët dhe nisi të ndjeki Jezusin në udhë. Jobi, kapitulli 6. Atëherë Jobi u përgjigj dhe tha: sikur dhëmbja ime të ishte peshuar tërësisht, dhe fatkeqësia ime të vihej bashkë mbi peshorën, do të ishte me siguri më e rëndë se rëra e detit. Për këtë arsye fjalët e mia nuk u përfillen. Duke qenë se shigjetat e të plot fuqishmit janë brenda meje, fryma ime u api vrerin. Tmerret e Perëndis janë renditur kundër meje.
gomari i egër apo llet vallë përpara barit, ose ka u abulron para forazhit të tij? A hahet vallë një ushqim i amësht pa krip, apo ka ndonjë farshie në të bardhën e vezës? Shpirti im nuk pranon të prek gjëra të tilla. Ato për mua janë një ushqim i neveritshëm. Ah, sikur të mund të kisha atë që kërkoj dhe Perëndia të më jepte atë që shpresoj. Tasht Perëndia të më shtyp, të shtrit dorën e tij dhe të më shkatërroj. Kam megjithatë këtë ngushëllim dhe ngazëllehem në dhëmbjet që nuk po më kursehen, sepse nuk i kam fshehur fjalët e të shenjtit. Cila është forca ime që ende të mund të shpresoj, dhe cili është fundi im që të mund ta zgjas jetën time? Forca ime a është valla jo e gurve ose mishi im është prej bronzi? As jam fare pa ndihmë në veten time dhe a nuk është larguar nga unë dituria? Për atë që është i pikëlluar miku duhet të tregoj dhe mshuri, edhe në qoftë se ai braktis frikën e të plot fuqishmit. Por vëllezërit e mi më kanë zhgënjur si një porrua, si ujërat e përrejve që zhduken. Ato turbullohen për shkak të akullit dhe në to fshihet bora, por gjatë stinës së nxehtë ato zhduken. Me vapën e verës ato nuk duken më në vendin e tyre. Ato gjarpërojnë në shtigjet e shtretërve të tyre, futen në shkretë të tjerë dhe mbarojnë. Karvanat e temas i kërkojnë me kujdes, udhëtarët e shepës kanë shpresë tek ata, por ata mbeten të zhgënjur me gjithë shpresën e tyre, kur arrin aty, mbeten të hutuar. Tani për mua ju jeni e njëjta gjë. Shikoni tronditjen time të thellë dhe keni frikë. A ju kam thënë vallë më jepni diçka, ose më bëni një dhuratë nga pasuria juaj, ose liromeni nga duart e armikut, ose më shpengoni nga duart e personave që përdorin dhunën? Më udhëzoni dhe do të hesht. Më bëni të kuptoj ku kam gabuar. Sa të frytshme janë fjalët e drejta, por çfarë përvojnë argumentet tuaja. Mos keni ndërmend vallë të qortoni ashpër fjalët e mia dhe fjalimet e një të dëshpëruari që janë si era, ju do të hidhnit në short edhe një jetim dhe do të hapnit një grop për mikun tuaj. Por tani pranoni të më shikoni, sepse nuk do të gënjej para jush. Ndorroni mendim, ju lutem, që të mos bëhet pa drejtësi. Po ndorroni mendim sepse bëhet fjalë për drejtësinë time. A ka vallë pa udhësi në gjuhën time apo qiellza ime nuk i dallon më ligësit? Romakëve, kapitulli 10. Vëllezër, dëshira e zemrës sime dhe lutja që i drejtoj Perëndis për Izraelin është për shpëtim të tij, sepse unë dëshmoj për ta se kanë zell për Perëndin, por jo sipas njohurisë, sepse duke mos njohur drejtësinë e Perëndis dhe duke kërkuar të vendosin drejtësinë e vet, nuk ju nënshtruan drejtësisë së Perëndis, sepse fundi i ligjit është Krishti për drejtësi të kujdo që beson. Sepse Mojsiu shkruan për drejtësinë që vjen prej ligjit, se njeriu që bën këto do të jetojë me anë të tyre. Por drejtësia që vjen prej besimit thot kështu: Mos thuaj në zemrën tënde kush do të ngjitet në qiell. Kjo do të thotë që të zbres Krishti, ose kush do të zbres në humner. Kjo do të thotë që të sjell lart Krishtin prej së vdekurish. Po ç'thot pra? Fjala është afër teje, në gojën tënde dhe në zemrën tënde. Kjo është fjala e besimit që ne predikojmë. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim, sepse shkrimi thot: kushdo që beson në të nuk do të turpërohet. Sepse nuk ka dallim në mes judeut dhe grekut, sepse i njëjti Zot është i të gjithëve, i pasur për të gjithë ata që e therrasin. Sepse kushdo që do ta therras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Si do ta therrasim pra atë të cilit nuk i besuan, dhe si do të besojnë tek ai për të cilin nuk kanë dëgjuar, dhe si do të dëgjojnë pa predikues, dhe si do të predikojnë pa qenë dërguar? Siç është shkruar, sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin ungjillin e paqes, që shpallin ungjillin e së mirës. Por jo të gjithë ju binden ungjillit, sepse Isaia thot: Zot, kush i besoi predikimit ton? Besimi pra vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndis. Por unë them, mos nuk dëgjuan, madje zëri i tyre mori mbar dheun dhe fjalët e tyre shkuan deri në skajet e tokës. Por unë them, mos nuk e kuptoi Izraeli? Mojsiu tha i pari: unë do t'ju shtije në xhelozi me një komb që s'është komb, do t'ju bëj të zemëroheni me një komb të pamend. Dhe Isaia guxon të thotë: unë u gjeta nga ata që nuk më kërkonin, unë ju shfaqa atyre që nuk pyesnin për mua. Por lidhur me Izraelin thotë: gjithë ditën i shtriva duart e mia drejt një populli të pabindur dhe kundërthënës.